Çfarë kujton nga shtëpia gjyshes? Tani, nga shtëpia e gjyshes, por dhe nga kujdesit, paktën në shtëpinë tonë, si mami, si gjyshja, kanë bërë një punë të hatashme që ne të na gatuaj çdo ditë. Bukën e bënin vetë dhe kosin e përgatisnin vetë, duke mbledhur qumshtin. Edhe gjëja që unë mbaj mend si formë dashurie, ka qenë gjithçka e përgatitur nga duart e tyre, hapat që s'ndalonin kurrë. Përpjekja dhe mundi për të patur produktet më të mira në tavolinë, që sot, kur jam rritur dhe jam e rritur, me shumë përgjegjësi, kam edhe unë atë detyrën për gjetur produktet më të mira në treg, që më çojnë me shije. E komplikova, e lidha me emocion, sepse produkti është emocion. Nuk ke pse të vuash më? Jo, nuk vuaj më, kam kohë që nuk vuaj. Ta kemi zgjidhur me tradita, Alma. Kemi të bëjmë me qumësht i cili vjen nga fermat e vogla të fermerëve shqiptarë. Një prodhim 100% vendas, edhe më pëlqen ta them sepse mburre me këtë, bëhet fjalë për ato fermat aq të vogla që praktikisht janë ferma familjare me 7 deri në 20-25 krerë lop, prej të cilave merret qumshti dhe prodhohen prodhimet e traditës. Qumshti, kosi, që është fantastik, ku e kemi kosin. Pra unë jam një fan se shumë e madhe e kosit. Me 3.3% ndyrë, që ndahet kështu me fik, po ta hedhësh në një tasë, ndan me fik pap. Edhe qumshti që është jashtëzakonisht i nevojshëm për të nisur ditën, dhe kosi për mua dhe këshillave që marr nga nutricionistët për ta mbyllur ditën. E kemi zgjidhur me produktet më të mira dhe paketimi i ri është shumë interesant ky dizajni që u bë kohë sapo ne u njohëm me sloganin Tradita.